Përshëndetje gjithëve. Sot kam pasur kënaqësinë e veçantë të pres në vizitë zyrtare në Tiranë ministrin e jashtëm të Kroacisë, zotin Goran Grlić Radman. Në krye të herës, Kroacisë i detyrohem një falënderim të dyfishtë. Së pari, Kroacia i ka dhënë një mbështetje të pakursyer Shqipërisë, që prej orëve të para pas tërmetit të 26 nëntorit, dhe ka dhënë një kontribut të vyer në konferencën e donatorëve më 17 shkurt në Bruksel. Së dyti, Kroacia si presidencë aktuale e Këshillit të Bashkimit Evropian është duke bërë një punë të jashtëzakonshme për të mbështetur Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në aspiratën e tyre historike për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Po ashtu, përfshirja e Ballkanit Perëndimor në agjendën e presidencës kroate është një veprim i cili gëzon vlerësimin ton më të lartë dhe angazhimi i Kroacisë për mbështetjen e Shqipërisë në aspiratën evropiane, po ashtu meriton mirënjohjen ton më të veçantë. Kjo vizitë vjen në një kohë shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Së pari, Komisioni Evropian, për gjatë kohës sa ne ishim në takim, ka publikuar raportin e performancës së Shqipërisë dhe edhe njëherë ka konfirmuar faktin se Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për fillimin e bisedimeve në antarësim. Pra, kjo është hera e tretë që Komisioni Evropian edhe njëherë konfirmon se të gjitha detyrat e shtëpisë kanë mbaruar suksesshëm dhe tashmë është koha për të filluar procesin e bisedimeve për antarësim. Nënvizoj edhe një herë se një vendim pozitiv nga mbledhja e ardhshme e Këshillit të çështjeve të përgjithshme për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të ishte një mbështetje shumë e vyer për fillimin e reformave të brendshme dhe një investim gjeostrategjik në ruajtjen e frymës euroatlantike në rajon. Dhe së dyti, kjo vizitë vjen vetëm pak javë para punës intenzive të Shqipërisë e Kroacisë për të bindur vendet anëtare se tashmë është koha për të marrur vendimin historik, nga që të gjitha kushtet, siç janë paraqitur në konkluzionet e Këshillit të çështjeve të përgjithshme të qershorit 2018 janë përmbushur. Prandaj, kjo vizitë, për te dimensionit simbolik, ka pasur edhe një vlerë të rrallë përmbajtësore. Në këtë takim, edhe njëherë, kam shfrytzuar rastin të informoj ministrin e jashtëm të Kroacisë, që tash vjen edhe si përfaqësues i presidencës kroate të Këshillit të BE-s, ta informoj hollësisht për progresin që ka arritur Shqipëria në rrugëtimin e saj evropian. Përkatësisht, kemi folur për rezultatet e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, procesin e ngritjes së trupave gjyqësore siç janë parapar në reformën kushtetuese dhe themelimin e SPAK-ut në veçanti, e forcimin e mëtejmë të historikut në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për më tepër, ndonse reforma elektorale ka qenë më shumë një kërkesë e Bundestagut se sa një detyrim i prerë në konkluzionet e qershorit 2018, kam informuar ministrin e jashtëm se në Shqipëri ka filluar dialogu ndërpartijak për të adresuar të gjitha rekomandimet e OSBE-s dhe ODIHR-it në kuadër të përpjekjes tonë për të rritur cilësinë e procesit zgjedhor në Shqipëri në përgjithësi. Shqipëria edhe njëherë nënvizoi, dhe kjo ishte një pikpamje që ndam bashkarisht, ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për të filluar procesin e bisedimeve për antarësim. Ky nuk është thjesht asnjë qëndrim personal, asnjë opinion politik, por një realitet objektiv i dokumentuar tashmë edhe nga Komisioni. Në të njëjtën kohë, ne jemi po ashtu shumë të inkurajuar e tepër mirënjohës nga përgatishmërinë e Kroacisë për të ndarë me Shqipërinë përvojën e tyre teknike dhe njohuritë e tyre në profesionale në procesin e parafrimit të legjislacionit vendor me atë të Bashkimit Evropian.
Përvoja e Kroacisë është padyshim tepër e vyer për Shqipërinë dhe ne falenderojmë Kroacinë për gatishmërinë e tyre që ta ndihmojnë Shqipërinë jo vetëm në aspektin politik të çeljes së negociatave, por edhe në aspektin institucional të rritjes së kapaciteteve tona për të zhvilluar një proces negociimi sa më cilësor. Në këtë kontekst, ruajmë shpresën e fortë edhe pas bisedës së sotme që zhvilluam dhe këmbyem pikpamjet lidhur me mundësinë e çeljes së negociatave. Ne ruajmë pra shpresën e plotë se gjatë mandatit të presidencës kroate, Shqipëria do të jetësoj synimin historik për çeljen e bisedimeve. Po ashtu, me ministrin e jashtëm të Kroacisë, kemi biseduar edhe për rëndësinë gjeostrategjike të angazhimit të thelluar të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Kemi vlerësuar rëndësinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor si një faktor tepër i rëndësishëm për thellimin e reformave të brendshme dhe natyrisht zvoglimin e ndikimit të aktorëve të huaj në rajon. Si rrjedhoi, padyshim, kemi diskutuar edhe për rëndësinë e samitit të Zagrebit, që do të mbahet në maj të këtij viti, e që pritet të risjellë fuqishëm rajonin ton në qendër të agjendës së Brukselit. Vlen të theksohet se në drejtim të forcimit të mëtejm të besueshmërisë së Bashkimit Evropian në rajon, liberalizimi i vizave me Republikën e Kosovës mbetet një domosdoshmëri. E falenderojmë Kroacinë po ashtu për mbështetjen e pakursyer dhënë për konsolidimin e pozicionit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës dhe po ashtu për mbështetjen e veçantë për procesin e liberalizimit të vizave. Në përpjekjen për të forcuar më tej frymën euroatlantike e thelluar bashkëpunimin rajonal, ne po ashtu sot jemi pajtuar për të filluar nismën e takimeve trepalshe dhe të rregullta mes Kroacisë, Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë. Synimi i këtij bashkëpunimi trepalësh do të jetë bashkërendimi i qëndrimeve tona politike sipas interesave të përbashkëta e zhvillimi i projekteve konkrete që i shërbejnë shteteve tona në veçanti e rajonit në përgjithësi. Në rrafsh më të përgjithshëm, sa i përket diplomacisë shumëpalëshe, nënvizojmë bashkëpunimin e shkëlqyer në kuadër të Këshillit të Evropës dhe po ashtu falenderojmë edhe një herë Kroacinë për konfirmimin e mbështetjes për kandidaturën tonë në Këshillin e Sigurimit për vitin 2022. Sa i përket bashkëpunimit dypalësh, edhe një herë kemi vlerësuar rëndësinë madhore të deklaratës së partneritetit strategjik mes Republikës së Shqipërisë dhe Kroacisë. Po ashtu jemi pajtuar për të vazhduar projektet e përbashkëta në shërbim të ndërlidhjes ekonomike, lëvizjeve shoqërore e kulturore e zhvillimit të brezit të Adriatikut në përgjithësi. Këtu vlen veçanërisht të nënvizohet përkushtimi ynë për nxitjen e projekteve strategjike në fushën e ndërlidhjes, siç janë koridori blu apo linja e gazësjellësit Joniano-Adriatik dhe bashkëpunimi për të zhvilluar një gamë të gjerë të projekteve tjera në kuadër të strategjisë së rajonit Adriatiko-Jonian. Kjo përmbajtje e bisedimeve tregon edhe një herë qëndrueshmërinë e marrëdhënieve tona të dypalshe, të cilat janë të shkëlqyera, përpjekjet e përbashkëta në drejtim të zhvillimit rajonal e bashkëpunimit të shkëlqyer në kuadër të agjendës evropiane dhe NATO-s në veçanti. Në mbyllje, unë edhe një herë dua të falenderoj ministrin e jashtëm të Kroacisë, e mikun tim, zotin Gordan, nëse mund t'ju referohem në emër, për konfirmimin e mbështetjes së Kroacisë për fillimin e negociatave me Shqipërinë, mesazhet shpresdhënëse të komunikuara sot në Tiranë e punën e pakursyer në avancimin e mëtejmë të perspektivës evropiane për gjithë rajonin. Duke ju falenderuar shumë edhe një herë, Ministër, fjala për ju. Faleminderit, Berdita. It's my great pleasure to be Kënaqësi e madhe për mua që qëndem këtu sot në Shqipëri, në Tiranë, në fqinjen tonë dhe të takohem me kolegun tim, ministrin Cakaj, nderuar miku im Genti. Në fakt jemi takuar shpesh në disa forume, qoftë në Bashkimin Evropian apo në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Së fundi jemi takuar në Prag, pastaj në
Melanike javën tjetër, po kështu do takohemi diku tjetër. Pra është mirë që të shoh këtë proces të negociatave për të qenë antar në të ardhmen i Bashkimit Evropian. Tema e sotme e diskutimeve tona kishte të bënte me rrugtimin evropian të Republikës së Shqipërisë. Dhe jam shumë i lumtur që duke ardhur sot saktësisht në Tiranë doja të tregoja mbështetjen dhe natyrisht mbështetjen e qartë të Kroacisë për një vendim pozitiv për çeljen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë pa asnjë vonesë të mëtejshme. Kjo është ajo që kemi shprehur me këmbgulje edhe tek partnerët evropianë dhe njëherë do doja të theksoja angazhimin ton të vazhdueshëm e të dedikuar si pjesë e presidencës aktuale të Këshillit Evropian për të marrë këtë vendim për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për të pasur pra një vendim pozitiv. Një kontribut domethënës për këtë do të ishte edhe samiti midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor që do të zhvillohet në maj në 6-7 maj në Zagreb. Pra, kjo është një set tjetë pas samitit të mëparshëm të Zagrebit që hapi perspektivën evropiane për Kroacinë dhe për të gjithë Evropën juglindore. Ne duam që samiti ynë i Zagrebit të jetë një pikë kthese në rrugtimin midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe të tregojë një shtek të qartë për vendet e Ballkanit Perëndimor për dekadën që vjen. Do doja gjithashtu t'i referohesha edhe dokumenteve të Komisionit Evropian për të përmirësuar procesin e zgjerimit që mes të tjerave thekson perspektivën e Bashkimit Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor në kohërat e sfidave të reja gjeopolitike. Ne e shohim si posaçërisht të rëndësishëm propozimin për të forcuar parashikueshmërinë e procesit nëpërmjet mirë planifikimit dhe kushteve të përcaktuara qartë. Po kështu do të doja që t'ju uroja shumë suksese në kryesinë aktuale të Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE-s. Dhe së fundi dëshiroj e juroj kolegut tim Cakaj, nderuar Gent, suksese të mëdha në rrugtimin e integrimit evropian të Republikës Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë nëse nuk ka pyetje shtesë, unë ju falenderoj shumë për praninë dhe vëmendjen.